muajin e shenjtë të Ramazanit, muajin e durimit, solidaritetit e sakrificës. E për këtë falenderojmë Allahun i cili zgjodhi këtë muaj dhe tha: Ja eyyuhalladhina amanu kutiba alejkumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju që keni besuar, me të vërtetë ju është bërë obligim muaji i Ramazanit, ashtu si që ju është bërë popujve të mëhershëm, në mënyrë që të arrini devotshmërinë, të bëheni të devotshëm. Nga ky ajet kuptojmë që qëllimi kryesor i këtij muaji është arritja e devotshmërisë. Devotshmëri kjo e cila nuk duhet të jetë vetëm në këtë muaj, por të jetë qelës për 11 muajt e tjerë. Po ashtu, këtu shohim se Allahu nuk i ka dalluar burrin dhe gruan, sepse para Allahut të dy janë të barabartë. Allahu nuk ja humb mundin askujt, qoftë ai mashkull apo femër. Por nga urtësia e tij e bëri që gruaja të jetë përgjegjëse, të ketë përgjegjësi të ndryshme nga burri dhe burri të ketë një rol të ndryshëm nga gruaja, sepse këto ju përshtaten fizionomisë apo natyrës së krijimtarisë që Allahu i ka krijuar ata. Ashtu siç është Ramazani, i cili në kalendarin hënor është i njëjtë për të gjithë, por përjetimi i tij është i ndryshëm dhe unik për secilin prej nesh. Gruaja, pos agjërimit, ajo bën edhe një sakrificë të madhe, duke përgatitur iftarin, duke zgjuar fëmijët për sufër, duke shërbyer bashkëshortin dhe anëtarët e tjerë të familjes. E që të gjitha këto role e bëjnë që ajo të jetë shtylla kryesore e familjes, por që shpesh e ndjen vetën e faj se nuk po mund të fali namaz nafile sa duhet, apo nuk po mundem të lexoj Kur'an e shumë ibadetet e tjera. Se si të arrijë ajo këtë balancim mes familjes dhe ibadetit, për këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: Innamal a'malu binniyat. Me të vërtetë, veprat vlerësohen sipas qëllimit apo niyetit ton. Pra, çdo angazhim që e bëjmë për familjen, shpërblehemi nëse kemi me sinqeritet për Allahun. Gjithashtu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se edhe kafshata që jep bashkëshortit ka shpërblim. Atëherë, çfarë të themi për një muaj të tërë shpërblimi? Gjithashtu, shpërblim tjetër gruaja ka edhe durimin, një ibadet i heshtur, agjërimi me lodhje, me mungesë gjumi, me fëmijë, me përgjegjësi. Ky është një durim i lartë. Allahu thot: vetëm durimtarëve do të jepet shpërblimi pa mas. Gruaja shpesh është durimtare pa u parë dhe pa u falendëruar, por Allahu e sheh atë. Edukimi i fëmijëve në Ramazan, kur gruaja u mëson fëmijëve çfarë është agjërimi, pse lutemi, si respektohet ky muaj, ajo nuk po humb ibadetin, ajo po ndërton ibadet për brezat e tërë. Dhikri dhe duaja në mes të punëve. Gruaja nuk ka gjithmonë kohë të ulët gjatë në sejdade, por gjuha e saj mund të jetë gjithmonë në dhikr, zemra e saj gjithmonë në dua. Allahu nuk kërkon formë perfekte, por zemër të lidhur me të. Balanca, jo ekstreme, jo neglizhencë. Dhe në fund, mesazhi kryesor për gruan: mos e neglizho ibadetin personal, por as mos e nënvlerëso rolin tënd familjar. Edhe pak Kur'an me përqendrim, edhe 2 rekate natë me sinqeritet, edhe një dua nga zemra janë më të vlefshme se shumë vepra pa prani të zemrës. Ramazani i gruas nuk është Ramazan i humbur, por Ramazan i sakrificës së fshehtë. Allahu nuk i ka lënë burrin dhe gruan të njëjtë në përgjithësi, por i ka bërë të barabartë në mundësinë e afrimit me të. Le ta jetojmë Ramazanin pa ndjenjë faji, por me vetdije, nijet të pastër dhe besim se Allahu sheh çdo përpjekje, edhe atë që askush tjetër nuk e sheh.